Alkimisti, Paulo Coelho, një roman filozofik për udhëtimin e shpirtit drejt ëndrrës së tij, të mëson se çdo pengesë është pjesë e rrugës për të gjetur kuptimin e jetës. Si mendojnë njerëzit e suksesshëm? John C. Maxwell, një gujtë praktike që zbulon sekretet e mendësisë së njerëzve të mëdhenj, të ndihmon të ndryshosh mënyrën e të menduarit për të hapur dyert e suksesit. Jo thjesht rastësi. Rebecca Yarros, një histori romantike që të kujton fuqinë e fatit dhe shpresës. Takimet që duken të rastësishme shpesh mund të ndryshojnë jetën përgjithmonë. Të martat me morin, Mitch Albom, një libër i ngrohtë dhe prekës që na kujton vlerat më të thjeshta të jetës. Dialogët e një studenti me profesorin e tij flasin për dashurinë, miqësinë dhe kuptimin e jetës. Gjuetari i balonave, Khaled Hosseini, një roman i fuqishëm për miqësinë, fajin dhe shpengimin, tregon një histori prekse që mbetet gjatë në zemër. Net të bardha, Fyodor Dostojevski, një histori e shkurtër por tepër e thellë që flet për vetminë, dashurinë dhe ëndrat e një zemre të ngrohtur. Ky libër është i veçantë sepse tregon se sa e madhe mund të jetë fuqia e ndjenjave, edhe kur ato lindin në një kohë shumë të shkurtër. Për mua është një nga veprat më të ndjeshme dhe më njerëzore të Dostojevskit. Leximi është një nga mënyrat më të bukura për t'u aratisur dhe njëkohësisht për të gjetur veten. Secili nga këta libra ka një mesazh të fuqishëm që unë besoj që do ju jap diçka të vlefshme. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të lini një koment me librin tuaj të preferuar ose një libër që më sugjeroni ta lexoj. Deri në videon tjetër, lexim të këndshëm.